Ne do jemi kompania e parë në tregun e sigurisë në Kosovë, të cilët kemi krijuar një produkt special të posaçëm për sigurimin e shëndetit të fëmijëve me nevoja të veçanta, të cilin do ta fillojmë të aplikojmë që nga ky muaj, duke u ardhur në ndihmë të kësaj kategorie që deri më sot nuk kanë qenë të siguruar nga asnjë kompani në tregun e sigurisë në Kosovë. Qytetarët, që është një produkt që nuk është në zhvillim, por që është shumë i rëndësishëm dhe i nevojshëm sipas nesh është sigurimi i pasurisë. Kjo për arsye se pasuria, patundshmëria kryesisht janë pasuritë të cilat për t'i vendosur ata të gjithë secili investon gjithë jetën ose një pjesë të mirë të jetës për t'i realizuar investime të caktuara si në patundshmëri, pasi në ato të banimit individual apo edhe ato të pasurive të zhvillimit të biznesit, të fabrikave. Për shembull, për një apartament ose banesë me çmim mesatar të investuar për rreth 100.000 euro vlerë të investuar, sigurimi vjetor është jo më shumë se sa 100 euro. Ne jemi lider në tregun e sigurive në Kosovë dhe numri i klientëve është shumë i gjerë. Ne kemi rreth 40.000 klientë mujor të siguruar, mesatarisht rreth 500.000 klientë në vit të jemi të siguruar, por unë thjesht doja të veçoja që në një nga rankimet e fundit shpallura për 10 bizneset më të mëdha në Kosovë për vitin 2024, nga 10 prej tyre 6 janë të siguruar në Eurosig. Eurosig, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, është një promotor i zhvillimit dhe vlerësimit në mbështetje të sportit të artistëve. Blendi në Kosovë për të bërë biznes është i favorshëm, por kryesisht në sfidën e sigurimeve nuk është aq i përshtatshëm për disa pika në disa drejtime të caktuara, kryesisht sa i përket infrastrukturës ligjore për mënyrën e dëshpërimit që në Kosovë proceset gjyqësore nuk na i njohin kriteret e dëshpërimit dhe është pothuajse e vështirë për të mbajtur një standard të dëshpërimeve ku gjykata dalin në vlerësime jashtë kritereve që ne gjithë kompanitë i ka të miratuara dhe të procesuara. Është një sfidë vetvete kjo. Tani kompania Eurosig është një kompani me një stabilitet të lartë financiar, është ndër vitet më të suksesshme që ka mbyll vitin 2024, me një performancë shumë pozitive, stabilitet të qëndrueshëm financiar me një bilanc shumë pozitiv. Ka kriju një siguri tashmë të madhe për gjithë siguruarit që janë brenda Eurosigut. Kemi pas jo vetëm shtrirje të produkteve të ndryshme të sigurimeve, që i ka dhënë një bazë të qëndrueshmërisë për aktivitetet e ndryshme, përfshi gjitha produktet tona, ku janë përfshi edhe sigurimet e bizneseve, që është një rëndësi për të mbështetur bizneset, po ashtu edhe sigurimet individuale që ka të bëjnë me mbështetjen e individëve në mungesë të shumë sigurimeve shëndetësore që sot ekzistojnë. Kemi pas një rritje të madhe të depozitave të cilat e krijojnë këtë stabilitetin për të siguruarit brenda kompanisë.